Misrete Hasani, qytetare e Prishtinës, thotë se ka të pamundur të vazhdoj punën si zakonisht në lokalin e saj për shkak të mbeturinave të shumta që janë grumbulluar së fundmi. Sipas saj, situata e krijuar pas njoftimit të kompanisë pastrimi për ndërprerjen e shërbimit për grumbullimin e mbeturinave ka sjellë telashe të shumta te qytetarët. Ajo tregon që vazhdimisht i ka kryer pagesat ndaj këtij shërbimi, por që i njëjti nuk po kryhet. Vetë bërllogët pengon, ke edhe bërllog me shumicë është. Nuk ka bërllog me pakisë, me bërllog me shumicë. Ka edhe pakëndshme. Këtu besa dhe qëndë mlidhen mas bërllogët. Po viva, me marë, po besa t'ja kanë marë diçka po shumë bërllog, shumë. Edhe kontat nuk janë të mjaftueshme. Dhe bërllogët me i hudhë, se kretë në tokë po pjenë. Mbeturina në masë të madhe e jashtë kontejnerëve janë parë edhe gjatë së dielës në pjesë të ndryshme të kryeqytetit. Të mërkurën në ndërmarrjen pastrimi ndërprer grumbullimin e mbeturinave, pasi thanë se komuna nuk u apagoi borxhin prej 2.7 milion eurosh që e ka ndaj tyre. E njohës të ambientit vlerësojnë se grumbullimi e moslargimi i mbeturinave rrezikojnë shëndetin e qytetarëve dhe shkaktojnë dëme në ambient. Shëndeti publik po ashtu është një shqetësim i madh, mbetjet e kalbra tërheqin dëmtuesit si minë dhe mushkonjat, pse herë ndoshta është për mushkonja, por të cilat janë bartës potencial të sëmundjeve. Mund bëj shumë sëmundje të cilat mund të pastaj të transmetohen tek qytetarët. Natyrisht edhe prania e materialeve të rrezikshme si bateritë ose mbetjet mjekësore, të cilat në rastin e baterive ende nuk kemi një sistem të caktuar të ruajtjes dhe të hudhjes së tyre, shkaktojnë edhe potencialisht mund të dëmtojnë mjedisin. Në kompaninë pastrimi thanë se janë duke kërkuar një takim me komunën e Prishtinës, mirë po nuk kanë pranuar ende përgjigje. Kryeshefi i saj, Petri Treqica, akuzoi komunën e Prishtinës se tashmë kanë kontraktuar operatorë të tjerë privat, që sipas tij janë të jashtëligjshëm. I kanë hapur rrugë operatorëve privat dhe domethënë logjika e tyre është që ata mund dhe dojnë të kontraktojnë operator privat, hiç më larg se tani me 2 operator 2 milion euro, negocim i mbyllur, ftesë në tavolinë kënd dojnë ata dhe ndërmarrjen publike nuk i kryjnë obligimet dhe borxhet që i kanë dhe për të kësaj, përveç që nuk i kryjnë, mbajnë parën jashtëligjshme të qytetarëve si pasojë e thirrjes së jashtëligjshme që e kanë bë. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka njoftuar se që nga e hëna do të rikthehet normaliteti. Ai ka thënë se komuna po i shfrytëzon të gjitha kapacitetet alternative për ta menaxhuar situatën me mbeturinat. Ky është kulmi i përgjegjësisë institucionale dhe i një praktike të përsëritur të shantazhit. Përkundër miliona eurove të investuara ndër vite, shërbimi i kësaj ndërmarrjeje ka qenë i paqëndrueshëm dhe për fat të keq është përdorur si instrument shantazhi për interesa të ngushta. Si kryetari i Prishtinës, ju siguroj që qytetarët nuk do të penalizohen për shkak të kalkulimeve politike të askujt. E kryeshefi i kompanisë pastrimi ka thënë se me një situatë të ngjashme me menaxhimin e mbeturinave, ka rrezik që të përballen edhe qytete të tjera në të cilat kjo ndërmarrje është përgjegjëse për grumbullim. Ai ka bërë të ditur se ka ngritur kallëzim penal ndaj komunës për thirrjen për kryerje të pagesave për mbeturinat e këta dhe shkeljen e rregullores për mbeturinat.